kaloj deri në Krime, është e qartë që do jetë pjesë në ndikimin rus, ndoshta një qeveri autonome nga Ukraina, por Rusia e ka bërë qartë që nuk heq dorë. Qartë. Bler, nga ana tjetër, a mund të jetë kjo vërtet një strategji për të kontrolluar të gjithë procesin e paqes, por kjo në favor të interesave perëndimore, apo mund të jetë nga ana tjetër edhe një përpjekje e sinqertë për të vendosur stabilitetin mbi të gjithë agresionin që po ndodh nga ana e Rusisë? Një luftë e gjatë nuk i intereson absolutisht askujt nga këto shtete. Edhe në qoftë se Amerika në këtë situatë krize dhe lufte ka pasur përfitimet e veta ekonomike, duke sjellur furnizime me gaz në Europë, prap nuk i intereson një konflikt i zgjatur, sepse bëhet precedent për konflikte dhe për situata tjera të pakëndshme ose në momente të caktuara të rrashqasin në agresione të tjera, ose dikush tjetër të përfitojë nga dobësia ose impenjimi i fuqive të mëdha në të tilla luftara ose në të tilla diplomacie dhe të ketë ngjarje diku tjetër. Kështu që nuk i intereson askujt që t'i zgjas më shumë lufta, por gjithsesi palët deri diku janë të paqarta te kufiri se ku do të qëndrojnë, domethënë, qoftë kufiri territorial, qoftë kufiri diplomatik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë luajtur një rol shumë domethënës në këtë konflikt, edhe pse interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë luftës kanë qenë që ka shitur më shumë energji në Bashkimin Evropian, por më me interes e ka që t'i japi fund kësaj lufte. Edhe i ka dhënë garanci Ukrainës që mund t'i japi mbrojtje sipas Nenit 5 me NATO, por që Ukraina të heqi dorë nga dëshira e saj për të qenë pjesë e NATO-s. Kjo është ajo ajka ose maja e icebergut mbi cilën po sillet kjo marrëveshje, siç ishte takimi i 2 dhjetorit ose 15 dhjetorit që u bë në Berlin, domethënë. Qartë. Bler, nga ana tjetër, i gjithë koordinimi i përbashkët mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si mund të ndikojnë i gjithë ky koordinim në rimbëkëmbjen ekonomike të Ukrainës, por edhe në neutralizimin e ndikimit rus? Opinioni im, ndoshta mund ta kem gabim, por unë mendoj që Ukraina, pavarësisht disa humbjeve që do ketë në zonën lindore dhe jugore të saj, mendoj që përfshirja e Bashkimit Evropian dhe Amerikës në rimbëkëmbjen e Ukrainës është një gjë shumë pozitive. Mund shkojmë deri aty të bëjmë një analogji edhe themi do jetë po aq pozitive sa që ishte pozitive mbrojtja aleate në Gjermaninë perëndimore pas luftës së dytë botërore. Kështu që avantazhet do jenë shumë dukshme. Ukraina është në një krizë të gjatë, por kriza që vërtet ka arritur aty ku edhe diplomacia nuk mund të shprehej siç donte, është që nga viti 2004 kur Rusia e mori Krimen, nga revolucionet, nga revolucioni portokalli, edhe pastaj në 2014 që e mori Krimen, por revolucioni portokalli tregoi që Ukraina, pavarësisht që kishte tendencat për qenë pro-perëndimore, gjithmonë ka pasur, po themi, edhe një këmbë tek Rusia, kështu që figurat politike, njerëzit e përfshirë me biznes, oligarkët, kanë pasur gjithmonë interesa me Rusinë, kështu që gjithmonë e kanë mbajtur Ukrainën peng. Siç dihet që Ukraina, siç e parafrazojnë shumë studime, të paktën të kohëve të fundit, që Ukraina është një nga vendet që ka pasur probleme me korrupsionin më shumë nga gjitha vendet e Europës, qoftë qendrore, qoftë lindore. Kështu që përfshirja e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rimbëkëmbjen e Ukrainës do t'i jepte avantazhe në afat gjatë.
Duke parë dhe sulmet e vazhdueshme blerë me drone dhe raketa sigurisht se realizueshme është e gjithë kjo marrëveshje paqe afat shkurtër dhe nga ana tjetër e gjithë kjo situata mund të interpretohet si një përgatitje për një ofensivë të re dimërore nga ana e Rusisë? Unë nuk besoj që do ketë një përfshirje shumë të madhe ushtarake. Mendoj që sulmet me dronë ose ndoshta edhe ndonjë sulm sporadik diku afër në ato kufit ku rusët janë të fortë sa për të bërë atë presionin përfundimtar ndaj presidentit të Ukrainës edhe Europës edhe Amerikës që të nxitojnë pak më shumë, sepse Rusisë i intereson që të marrë fund sa më shpejt kjo luftë. Por nuk i intereson që të heqë dorë nga Ukraina dhe nga disa zona të Ukrainës lindore. Krimeja nuk i intereson dhe besoj se do jetë përfundimisht pjesë në fuqinë dhe influencën ruse, ndoshta po me një qeveri të vetën, siç ka qenë, siç u bën atëherë zgjedhjet për të vendosur një qeveri vendase, por që ishte pro-ruse. Faktikisht popullsia atje është mbi 70% është që pretendohet mbas të disa studimeve që janë rus, kështu që normalisht nuk mendohet më që Krimea të jetë pjesë e Ukrainës. Ndoshta ja kanë marrë në një moment kur ka shpallur pavarësinë Ukraina, në një moment kur ish Bashkimi Sovjetik ishte i dobët, por në këtë konfigurim që të ri që është bërë në Europë, mendoj që Rusia do jetë prezente në Ukrainë, ndoshta do kemi një ndarje territoriale, ndoshta fakti që Rusia ka hequr pak dorë edhe nga disa vende të lindjes mesme ose në disa vende tjera, do ta bëjë që të fokusohet më shumë tek Ukraina dhe ta mbajë si një pishtar të fundit, të cilin nuk duhet ta humbas. Qartë, nga ana tjetër, sa e rëndësishme është për Kievin që ndërhyrja perëndimore të jetë sigurisht të fortë dhe e koordinuar për të mbrojtur popullsinë, por nga ana tjetër për të mbrojtur edhe territoret që ti po thuaj që kërkohen nga ana e Rusisë. Për Kievin është shumë e rëndësishme, është jetike. Për Kievi, nëse nuk do ishte ndihma e Europës dhe Amerikës kryesisht, sepse shpeshherë Europa iniciativat e veta i bën gjithmonë kur ka Amerikën në krahun e vet, sepse siç thash, diplomacia europiane është shumë më e vashtë dhe ka shumë më shumë burokraci se sa Amerika. Për Kievin, jo për të mbrojtur vetëm popullsinë, po për të mbrojtur vetë integritetin kombëtar, se tani territorial, unë mendoj që në kufit më pashëm nuk do të jetë, të paktën për disa dekada jo, në vazhdim nuk i dihet. Por që intereson që të kthehet një paqe, një stabilitet. Ndoshta edhe Ukraina, pavarësisht se nuk artikulon sepse nuk do të krijojë hapësira dhe mendimin që Rusia të pretendojë diçka më shumë, por besoj se edhe vetë Ukraina është e qartë që do mbas shumë nga vetja e vet. Qartë, Bler, nga ana tjetër, kemi pasur një deklaratë nga Kremlini ku ka thënë se pjesëmarrja europiane në negociatat e vazhdueshme mbi planin e paqes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën nuk është një shenjë e mirë. Dhe ndërkaq të thënë si presidenti rus Dmitri Peskov shtoi se Moska nuk është informuar për rezultatet e bisedimeve të fundit në Berlin për atë që ti përmende. Pse Moska e sheh si pjesëmarrjen europiane si një shenjë të keqe dhe çfarë mesazhi dërgon kjo nga ana tjetër drejt perëndimit? E sheh si shenjë të keqe pjesëmarrjen europiane, ndoshta sepse për këtë që thash pak më parë, që diplomacia europiane është shumë më burokratike, është shumë më ngathet, është deri diku edhe përçar ndërmjet shteteve të Bashkimit Evropian, sepse ke edhe shtetet të Bashkimit Evropian që